Disa momente për të rregulluar dhe vendosjen e tifozëve që në për tribunat mos ketë tifozë të dyja skuadrave. Rreshtuar forcat e policisë në tribunën kryesore për të mbajtur qetësinë në stadiumin e Orikut. Edhe një informacione të dyja skuadrave, Oriku me Bunkoev, Buxhelaj, Dalanaj, Disha, Gjinaj, Kamberaj, Kalisedor, Rodriguez, Zholi, Loja, Mezani, kurse Butrinti me Ndreca, Gjata, Ibrahimi, Basha, Kolonia, Silva, Olivera, Gjila, Munde, Kango, Pius, Mërkuri dhe Avduli. Mati për jashtë stadiumit të Orikut janë kërkuar nga forcat e rendit gjithnjë për tifozët edhe kartat e identitetit. Vazhdon delegati Eno Xhaferaj, ndërkohë që Eldorado Hamiti pret sinjalin e delegatit për të hyrë në fushë dhe për të filluar ndeshjen. Kontrollon edhe bankinat me arbitrin e 4 Gerard Çokaj. Tensioni i ndeshjes e bën që të mos jetë në një ndeshje futbolli normal, kërkohet rezultati maksimal nga Orikumi. Vjojm duhet kishte nisur ndeshja, ndërsa jemi 4 minuta me vonesë nga starti i takimit. Delegati i Federatës Shqiptare të Futbollit që komunikon në telefon, por në këto momente të dyja skuadrat në ndërtimin e ndërkombëtarit Eldorian Hamiti kanë zbritur në fushën e lojës. Hera e parë që rrjeti radio televizionit shqiptar vjen të transmetojnë në Orikum me fanellat e verdha Butrinti, fanellat blu Orikumi. Përshëndetja e zakonshme. Numri 24 Gjina, i kapiteni i skuadrës së Butrintit, së Orikumit. Është rritur entuziazmi në tribunat e stadiumit të Orikumit. Kapiteni i skuadrës Butrintit Kolonia. Në fazën e parë Butrinti ka fituar 1-0 me Orikun dhe kryesor me 44 pikë. Skuadra që kanë përbërjen e tyre dhe lojtarë për huaj, ja dhe takimi i dy kapitenëve të skuadra, Gjinaj dhe Kolonia. Do të shohim zgjedhjen, pra topin e parë nga qendra do të luajë Butrinti, ndërkohë që Gjinaj ka zgjedhur dhe fushën në krahun e majtë të ekranit Oriku dhe në krahun e djathtë Butrinti që do të luajë ndeshjen, që do të luajë topin e parë nga qendra. Pritet vetëm vërshëllima e Eldorian Hamitit, ndërkohë që dy asistentët e tij bëjnë edhe kontrollin e portave. Djeska gati. Vetëm vërshëllima Eldorian Hamitit për të dhënë startin kësaj finale të grupit B. Jemi drejt për drejt në kanalin e 2 të radio televizionit shqiptar. Ka ardhur në këto momente dhe vërshëllima e Eldorian Hamitit. Kjo ka faulli i parë, shkakton faull numri 77 Buxhelaj në ndërhyrjen ndaj kapitenit të skuadrës së Butrintit të Kolonia. Goditje dënimi në hyrje të gjysmë fushës së Orikut.
Munde Nkango pranë topit, ndërkohë që këshillohet dhe numri 10 Loja për të mos u afruar pranë topit. Vazhdon këshillimin e tij Eldorian Hamidi. Munde Nkango. Kombinimi shkurtër edhe një herë tjetër bër topin numri 10 i Butrintit në këtë inkursion të përpjekje për inkursion në krahun e majtë të sulmit vetëm rivënie altësore për Butrintin. Edhe një herë tjetër. Ishte numri 77 Buxhelaj. Në gjendje të mirë terreni në Orik. Përsëri ky kundërshtim i shpejt me Kolonjën, ka faul, shkakton faul Kolonja. Jemi një numri faullave, 0-0 numri i golave, ndërsa jemi në minutën e parë, sapo ka trokitur e dyta. Kombinimit e shkurtra, Disha. Kthehet topi mbrapa tek Bunkoev. E luan gjatë portieri Orikut. Luan mirë dhe ka faul. Shtyrja numrit 14 Kambera ndaj Bashës, por ka vetëm goditje këndi. Kanë pretenduar për faul lojtarët e Butrintit. Goditje këndi në krahun e majtë të sulmit të Orikut. Arkimi nga këndi. Topi lartë në zonë, për edhe një herë tjetër. Largoi Sarandiotet vetëm rivënie altësore, pra ishte goditja e parë nga këndi për Orikun. Ka një ndalesë të lojës nga Eldorian Hamidi, mundohet ta mbajë me këshillime. Këtë herë ishte numri 22 Avduli që u këshillua për ti. E shohim edhe një herë tjetër. Sërish goditje këndi e dyta për Orikun, që mundohet të ushtrojë presion pranë flamurit këndit. Numri 10 Loja në krahun e djathtë të sulmit të Orikut. Loja. Loja largon mbrojtja e Butrintit. Nën presion skuadra e trajnerit Artan Beçani. Edhe një herë Loja. Pastaj dhe numri 7 Dalare. Mirë po gabon në pasimin e tij, mundohet të ndërtojë kundër sulmit Butrintit. Niset me një herë Kolonja. Topi gjatë përballë për të mirë, po ndërhyrja e vendimtare në mbrojtje e Orikut. Ishte numri 44 Zholi. Buxhelaj dhe Zholi në qendër të mbrojtjes së Orikut. Disha. Ndërhyrë dhe një tjetër Basha, prekja topit me dorë nga numri 26 Kalisedor. Jemi në minutën e 4 takimit, gjithje 0-0 Oriku dhe Butrinti. Në këtë dy luftim ajror që dalin fitues futbollistët e Orikut. Loja, topi gjatë, Kalisedor dhe portieri Ndreca që del nga zona e tij dhe me kokë ka përcjell jashtë vijave kufizuese të fushës, vetëm rivënie altësore për Orikun. Buxhelaj. Kalisedor. Gabon në pasimin e tij. Mundohet ta mbajë përpara skuadrën numri 8 Rodriguez. Buxhelaj, edhe një Rodriguez. Përsëri Buxhelaj. Kombinime të shkurtra të lojtarëve të Orikut që e kthejnë mbrapa tek kapiteni Gjinaj. Nis edhe një herë tjetër nga mbrojtja në sulm, dalë përpara skuadrës së Sherifi Drizajt. Mundohet ta qarkullojnë, të gjejnë korridoret e ngushta dhe ta mbajnë mbrapa skuadrën e kundërshtare. Edhe një herë Gjinaj. Gabon në pasimin e tij, Loja
duhet ta kishte mbajtur topin. Faul i Llojes ndaj numrit 13, Pius. Pius pran topit. Pastaj dhe Munde Kango. Kolonia i jep drejtim topit, ndron drejtimin e aksionit, tashmë në krahun e djathtë me numrin 2 Gjata. Kthehet mbrapa tek Basha. Më tej akoma tek portieri Ndrica. Vjen më pas Silva Oliveira. Pius, Munde Kango. Unë do të rregulloj lojën, Butrindi bie për kandërhyr Buxhela e pastaj është numri 7 Dalanaj. I ul ritmin sulmit. Kthehet gjithçka tek kapiteni Gjinaj, që kombinon me numrin 4 Disha, Gjinaj dhe Disha. Ngadalsohet sulmi i Orikut, ndërkohë që Butrindi mban pozicionet e veta në pravavi. Nuk e ka edhe një herë tjetër ky mundësi. Dhe shohim dhe penalti. Penalti në minutën e 7 të takimit. Është penguar numri 77 Buxhelaj. Do ta shohim edhe një herë tjetër nëse na ndihmon regjia. Kundërshtojnë lojtarët e Butrindit nga atë faull ndaj Buxhelajt. Ka qenë pranë aksionit gjyqtari Eldorian Hamiti. Kjo është ndërhyrja e njërit, me sa kuptoj është Pius që ka ndërhyrë ndaj numri 77 Buxhelaj. Ka mundësi në art Oriku të dali në avantazh, ndërsa jemi në minutën e 7 takimit. Fiton për 11 metërshin Buxhelaj. Ndërkohë ka nisur dhe tymueset në stadiumin e Orikut. Edhe ja kapsollave. Do të shohim. Portieri pikërisht Bunkoev pranë topit, dy portierët përballë njëri tjetrit, Bunkoev dhe Ndreca, ndërsa jemi në minutën e 8 takimit. Bunkoev dhe Ndreca. Rasti i art për ta nxjerrë në avantazh Orikumin. Bunkoev është nisur, Bunkoev gjime zërë për Orikun. Gjime zërë për Orikun dhe vendi i parë për momentin është për Orikun me 46 pikë në minutën e 9 kanë shilluar Bunkoev e i sakt Bunkoev. Bunkoev dhe Oriku në vendin e parë për momentin. 46 pikë Oriku, 44 pikë Butrindi. Ndërkohë që ka edhe hedhje tymbuesesh në fushën e lojës. Pra Oriku që ka kaluar në avantazh me Bunkoev në minutën e 9 për penalti. Tashmë do të jetë Butrindi që do ndërtojë aksionet në kërkim të barëzimit. Kjo ndërhyrje e ashpër e Munde Kangos ndaj numrit 77 Buxhelaj, ka tensione në fushën e lojës, përplasje me numrit 10 Munde Kango me bankinën e Orikut. Ka tension në fushën e lojës. Loja që e ofruar Munde Kangos, Buxhelaj që ka mbetur i dëmtuar në fushën e lojës. Në atë përplasje topi. Vetëm rivën janësore për Butrindin. Bunkoev në minutën e 9 kalon Oriku në avantazh 2-0. Largon me forcë skuadra e Oriku topin nga zona e vet edhe një herë. Kthehet gjithçka tek Ndreca.
Nis nga e para sulmi Butrintit. Bugjelaj, sërish ndërhyrja e Munde Kangos, tjetër faul, goditje dënimi për Orikun. Ka mbetur i dëmtuar numri 77. Bugjelaj, ai që fiton 11 metrshin. Është ndërhyrja e disat e Munde Kangos. 11 minuta lojë, 2-0 për Orikun. Bugjelaj, Gjinaj. Ngri vazhdo lojon avantazhin dhe Dorian Hamiti. Topi për numrin 2 Gjata. Ky kombinim dalje e shpejtë dhe kundërshtuar është numri 22 Avduli. Ka penalti për Butrintin në këto momente. Ka fituar penaltin Avduli. Jemi në minutën e 12, 11 metrësh për Butrintin, ndërhyrja e numrit 4 Disha dhe 11 metrësh për Butrintin. Në të dy rastet ka qenë pranë aksionit Eldorian Hamiti, nuk ka asnjë dyshim në vendimet e tij. Fiton penaltin numri 22 Avduli dhe momenti i Butrintit për të barazuar shifrat e rezultatit. Pranë topit numri 9 Gjila. Gjila dhe portierin Dreca. Gjila dhe Bunkoev. Ka ardhur për shëllim Eldorian Hamiti, nisët Gjila. Gjila dhe pret Bunkoev bën heroin për Orikun. Bunkoev ka humbur penalti Gjila. Minuta e 13. Pra, Bunkoev shënon, Bunkoev pret dhe jemi në shifrat 1-0 për Orikun. Edhe një herë tjetër sulmi i Butrintit. Emocione në Orikun. Me pat mjeshtria Bunkoev, penaltia humbur nga Gjila, ka shënuar në minutën e 9, minutën e 13 pret penaltin dhe Orikun e mban në kryesimin e grupit B. Edhe një herë tjetër. Nisët Orikumi. Rodriguez. Shumë thjesht dalana topin në duart e Drecës. Aksionet në të dyja krahët, dy skuadrat të përgatitura mirë, gjithnjë me objektivin për të ngjitur në kategorinë e parë. Ka faul nga Bugjelaj në ndërhyrjen ndaj Munde Kangos. Gjinaj për kapitenit Eldorian Hamiti. Kartoni verdh për Bugjelaj, kartoni i parë i verdh për të kartoni i parë i verdh i ndeshjes. Munde Kango pranë topit. Ndërkohë bankinat janë shumë pranë vijës anësore. Esi Redhoj, gjyqtari 4 të Gerald Çokaj do duhet të qëndrojë në këmbë për të kontrolluar bankinat. Gati të gjithë hyrë në fushën e lojës. Mërkuri, Avdulaj, në krahun e djathtë, harkimi i tij dhe drejta në duart e portierit Bunkoev që provoi Kolonja të befasonte në portën e Orikut. Faul ndërhyrja numrit 8 Silva Olivera, barazohet numri i kartonëve të verdh në 1-1. Pra është ndëshkuar Bugjelaj, është ndërkuar dhe
Silva Olivera. Ka mbetur i dëmtuar Kalise Dor. Minuta 16 e takimit, 1-0 për Orikun me golin e Bunkoev në minutën e 9 nga pika bardhe penaltis, ndërkohë që Gjila në minutën e 13 ka humbur penalti për Butrintin. Shevi Drizaj, ndihmuar nga Argent Halilaj, ish portier i njohur i Flamurtarit dhe i Kastriotit. Një ndeshje që në fakt u kërkua të zhvillohej në stadiumin e Flamurtarit të Vlorës për të patur më tepër hapësira. Si Oriku ashtu dhe Butrinti kanë qenë pjesëmarrës në kategorinë e parë. Nis gjithçka me këtë goditje dënimi, numri 77 Buxhila që ka kthyer te Bunkoev Gjinaj. Rrotullohet edhe një herë tjetër kapiteni Gjinaj. Bunkoev në atë kombinim me numrin 8 Rodriguez. Pius. Goditje dënimi, ndërhyrja ndaj Pius pranë rrethit të mbizit të fushës është konsideruar faull nga Eldorian Hamiti. Deri më tani kanë patur një ndeshje korrekte, shumë pranë aksioneve, i saktë në të dy vendimet e 11 metrëshave. Ndërsa jemi në shifrat 1-0 për Orikun. Ibrahim. Kolonja, midis tre lojtarëve të Orikut, bllokohet kapiteni i Butrintit. Buxhelaj. Bunkoev. Mateja Koma. Ka faza qetësie në aspekti psikologjik, ky avantazh e ndihmon të gjejë qetësinë e dur skuadrës Sherifi Drizaj. Gjata. Ndërhyrja e numrit 44 Zholi, rivaliancor për Butrintin. Ndërkohë që Eldorian Hamiti kërkon lojtarit Sarandiot të respektojë vendin ku ka dalë topi nga vjencore. Bunkoev. Ebertopi Rodriguez. Edhe një tjetër. Disha. Sërish Rodriguez. Disha. Kombinimi me numrin 26 Kalise Dor në këtë dalje të shpejtë të kundërshtuar, por pasimi ishte shumë i fortë për llojën dhe vetëm rivaliancor për Sarandiotët. Po vim gradualisht në mesin e pjesës parë. Dy luftimi midis numrit 9 Gjila që humbi 11 metrshin. Kambere në këtë shpërthim nga e majta, përplasje topi tek Gjata, e rivaliancore për Orikun, që mbetet përpara në drejtim të portës Sarandiote. Ndërkohë kërkon më tepër qetësi Eldorian Hamiti. Qarkullon topin Disha. Po pas edhe numri 7 Dalanaj. Goditje këndi e treta për Orikun. 3-0 goditje këndit, 1-0 shifrat e golave për skuadrën vendese. 1-1 numri kartonave të verdh. Arkimi nga këndi e largon pastaj mbrojtja Sarandiote mundohet ta përcjellë dhe të nisë kundër sulmit.
Mirë po shpasimi gabuar, kontrollon numri 77 Buxhelaj që e kthen tek Bunkoev. Heroi i Orikut deri në këto momente. Bunkoev. Në pozicion jashtë loje, thotë Ridiger Çokaj. Pikërisht i numri 7 Dalane. Ai entuziazmi i fillimit, ato minutat të para, duke se ka rënë në qetësi të dyja skuadrat, megjithatë është ky momenti i Butrintit. Kolonia bllokohet në gjuhëtjen e tij. Kalisedor që mundohet të ndërtojë kundër sulmit tani Kalisedor. Kalisedor në shpërthimin e tij në dy luftim me Munde e Kangon. Ja kanë marrë topin Sarandiotet. Silva Oliveira. Përsëri kapiteni Kolonia kontrollon numri 14 Kamberaj. Është një flamurtar i vogël Oriku me shumë lojtarë të ardhur nga ekipet e moshave të klubit Vlonjat. Shumë tension në tribuna. Çfarë është e pranishme në më të shumtë të rasteve në të gjitha nivelet e futbollit shqiptar. Fokusohet nga kamerat e radio televizionit shqiptar Bunkoev në këtë ridërgim topi. Bunkoev vonon disa sekonda. E marrën edhe një herë tjetër. Kontrollon në numri 7 Dalanaj. Jemi me numri 44 Zholi. Gjinaj kërkon një fanell blu të lirë. I është afruar Dalanaj, ka faul, goditje dënimi dhe kartoni verdh. Kartoni verdh për numrin 13 Pius. Kartoni i dytë i verdh për Butrintin. Nuk e fal më Eldorian Hamidi. Janë të shkuar deri më tani Buxhelaj, Silva Oliveira dhe Pius. Loja e merr topin mirë në mbulimin e Munde Kangos, pastaj Kalisedor. Edhe një herë tjetër largon me shumë vështirësive Butrinti topin nga zona vet. Kontrollon topin numri 30 Bezani. Në këtë kombinim tresh me pasat shkurtra lojtarët e Orikut. Buxhelaj. Gjinaj. Bunkoev. Topi gjatë i tij në dy luftimin ajror, por ka ardhur nga pozicioni i jashtëloje Kalisedor. Pozicioni jashtëloje. Shumë i vëmendshëm Ridiger Çokaj. Njëzet e 4 minuta lojë, 1-0 për Orikun. Në minutën e 9 ka shënuar nga pika e bardhë 11 metrëshit Bunkoev. Kamberaj. Në këtë vërshim nga e majta Kamberaj. Kamberaj nuk shko pasimi tek Dalanaj. Gjata përpiqet të nxjerrë skuadrën përpara, por ka rrëshqitur për një moment Gjila që deri më tani mban mëkatin e humbjes së 11 metrëshit për skuadrën e Artan Meçanit. Ndërkohë Kalisedor. Edhe njërë Loja. Loja në dy luftimin me Munde e Kango 2 numër 10. Mirë po blokohet nga gjithçka nga mbrojtja e Sarandiote. Kolonia lejon avantazhin për te i pretendimit për faul, kontrollon Bunkoev,
ishte në dy luftim me numër 77 Bugjelaj. Ndërkohë, ka ardhur kartoni tret i katërt i verdh, kartoni i verdh për Rodriguez të Orikut, pra 2-2 kartonat e verdh. Bugjelaj dhe Rodriguez e Silva Oliveira me Pius për Butrintin. Njëzet e 7 minuta lojë. Tjetër vëshëllim lojë, ka rënë disi ritmi. Ka rënë ritmi në fushën e lojës, ka rënë disi vrulli edhe në tribunat e tifozëve. Kolonia. Edhe njërë tjetër ka dhe përplasje me lojtarëve. Gjithsesi, ka një të dhënë statistikore, në 19 ndeshje, Oriku ka shënuar 37 gola, 10 gola të mësuar, 68% të ndeshjeve i ka fituar, 68% i ka barazuar dhe vetëm 11% të ndeshjeve i ka humbur, me një mesatare për 1.95 gola për ndeshje. Ndërkohë Butrinti në 19 ndeshje ka shënuar 35 gola dhe ka mësuar 13, 74% të ndeshjeve i ka fituar, dhe po ka barazuar 16% të ndeshjeve i ka humbur në përballje direkte. Atëherë në përballje direkte në 21 dhjetor ka fituar Butrinti 2-0. Në 12 prill të 2025-s, pikërisht në këtë stadium ku jemi sot nga transmetimi, është barazuar 1-1. Në 9 shkurt ka fituar Oriku 1-0 të 2025-s. Në 10 mars 2024 përsëri Oriku 2-1 dhe në 29 tetor 2023 është barazuar 1-1, pra në 5 ndeshjet e fundit janë nga 2 fitore për secilën, janë 2 fitore të Orikut, 2 barazime dhe vetëm 1 fitore e Butrintit, që e bën në një farë mënyrë dominuese skuadrën e Orikut përballë Butrintit. Përpiqet të ndërtoj kundër sulmin Oriku. Munde Kango me shumë vështirësive e kontrollon topi, ka vetëm rivëmje fundore. Ndreca. Minuta 30 dhe 15 minuta nga përfundimi i takimit. Edhe njërë Ndreca. E luar shkurtasi për lojtarët e prapavijës së tij. Ndreca përpiqet të luajë top në gjatë. Avdulaj, pozicioni është loje. Në atë top të dhënë me kokë nga Bërkuri. Pozicioni është loje.
Kujtojmë që në përfundim për atë ndeshjes do tjetë edhe dorëzimi i trofeut për skuadrën fituese të grupit B, ndërsa më pas do tjetë finalja për titull kampion me beslidhje, por të dyja së bashku fituesja e grupit A dhe fituesja e grupit B ngjiten automatikisht në kategorinë e parë për sezonin 2026-2027. Bunkoev. Largon mbrojtja. Kalizedor. Edhe një tjetër. E merr topin pasaj Silva Olivera. Faul, por lejon avantazhin Eldorian Hamiti. Luhet në një terren me barë artificial në stadiumin e Orikut. Një skuadër që është themeluar në 1955. Që është e investuar nga Muharrem Gjezoj. Paralelisht luan edhe ndeshjet e tjera të grupit B në kategorinë e dytë. Edhe do të mundohemi që gjatë komentit ju njohim edhe me rezultatet e takimeve të tjera. Momentalisht ky vërshimi numrit 14 Kamberaj. Kamberaj kërkon fundoren, ka përballë gjatën e kontrollon dreca. Pra në kategorinë e dytë momentalisht Partizani bësh 0-0 me Këlqyrën, Delvina kryeson 1-0 me Tovorrin, e Maliqi në derbin e Juglindjes 2-1 me Devollin. Ndërsa nuk kanë përfunduar ende pjesët e para. Mërkuri. Merr topin Gjila. Gjila përpiqet të çajë me forcë, pastaj Avdulaj. Edhe një reaksion i Butritit të krahun e Djath ka goditje këndi e para për Butritin. 3-1 goditje të këndit. Mbrim kështu në minutën 33. Mërkuri pranë flamurit këndit. Në krahun e Djath të sulmit të skuadrës Sarandiote. Mërkuri topi lartë dhe goditja me kokë, por në duart e portierit Bunkoev, ndërkohë që kanë pretenduar për shumë e më shumë deri goditje këndi, ishte pikërisht Ibrahim që goditi me kokë, kontrolloi në dy kohë Bunkoev. Rivënje gjatë e tij Kalizedor. Rivënje anësore për Butritin. Munde e Kango. Edhe njërë Munde e Kango. Pasaj Gjila. Mundësia e artë tashmë është në krahun e Djath Mërkuri. Mërkuri për largon numri 24 Zholi nga zona e rrepsisë e Orikut. Kalizedor dhe numri 10 Munde e Kango. Kalizedor kundër sulmi për Orikun. Niset Kamberaj. Kamberaj dhe Gjata. Kamberaj kërkon ta zgjidh vet. Kamberaj bllokohet nga Gjata. Pasaj Loja. Buxhelaj. Rodriguez topi për Lojën. Loja dhe Munde e Kango. Loja deri në fundore. Përfundon gjithçka në duart e ndrecës. 35 minuta lojë kanë mbetur i dëmtuar njëri për lojtarëve të Orikut. Besa kuptojmë është numri 10 Loja. Kërkohet dhe asistenca mjekësore, gjyqtari Eldorian Hamiti që bën me shej që do të përllëgaritën në kohën shtesë ndalesa. Një frymëmarrje për të dyja skuadrat të ndalesës për dëmtimin e lojës.
Vazhdon të mbetet i dëmtuar Lloja, do duhet dalë jashtë vijave kufizuese të fushës për të rihyrë në momentin apo në shenjë që do t'i japi Eldorian Hamiti. Edhe 8 minuta dhe në përfundim të pjesës parë, gjithë 1-0 për Orikun. Goli Bunkoev nga pika e parë dhe 11 metrëshit në minutën e 9 takimit. Në minutën e 13 Gjila ka humbur një 11 metrësh për Putrinitin. Dalja e shpejt Munde Kango në të majt, arkimi i tij në zonë. Largon për një çast Kamberaj. Edhe njerë Gjata, ndërhyn kapiteni Gjinaj. Dalja e shpejt dhe kundërshton Kamberaj. Gjata, më pas Pius. Leon avantazhin Eldorian Hamiti, Pius. Sërish ka dhe simulime që për një gjyqtar të nivelit ndërkombëtar siç është Eldorian Hamiti nuk mund të jenë aq të thjeshta sa për të dhënë faull. Ka rihyrë në fushën e lojës, Lloja tashmë numri i lojtarëve është i barabartë. Ndërkohë tjetër futbollisti i Orikut është i dëmtuar, ka mbetur në gjysmë fushën në zonën e rrepsisë së Orikut të Butrinitit. Avdulaj në komedimin me Mërkurin. Munde Kango. Rodriguez. Munde Kango dhe njërë tjetër. Dhe topin brapa tek Ibrahim. Afrohet dhe Pius. Ibrahim. Mirë, por nuk kuptohet me pjesën tjetër skuadrës, kontrollon topin Buxhelaj dhe mberkte. Ndërkohë ka përplasje midis Munde Kangos dhe Buxhelajt. Ruan qetësinë Buxhelaj. Nuk kanë luksin për të tensionuar, ndërsa janë në avantazh 1-0. Buxhelaj. Tjetër lojtar, ndërkohë ka mbetur i dëmtuar Kalizedor, goditje dënimi për Orikun. Në ndërhyrje numrit 5 Ibrahim. Kërkon asistencë mjekësore. Dalanaj. Afrohet Nisin edhe vonesa, gjithsesi Gjinaj për dishën. Kombinimi me kapitenin e Orikut. Gjinaj. Kalizedor. Kjo e pasim vertikal që përfundon drejtë në duart e portierit Ndresa. Pius. Topi gjatë i ti për Gjila. Kontrollon Gjinaj, Gjinaj. Ruan pozicionin, por nuk e largon plotësisht topin edhe njërë tjetër Gjila. Pase numri 7 Kolonia. Topi që kontrollohet nga Bunkoev. Duke se bëhet gati Oriku për zëvendësim, ndoshta është i pamundur, me sa kuptohet Kamberaj, dhe bëhet gati numri 19 Mirani për të hyrë në fushën e lojës. Kamberaj në këtë vërshim të nga krau i majt. Kamberaj kalon topi të gjithë pasqyrën e zonës, por nuk shtyhet nga askush edhe njërë tjetër. Këmbgul Lloja dhe Munde Kango. Lloja ka mbetur i dëmtuar Lloja përsëri në ndërhyrjen e Munde Kangos.
Shohim vendimin e gjyqtarit, zëvendësim pra tek Oriku. Në minutën e 41 largohet Kamberaj. Largohet Kamberaj e në lojë Mirani. Ndrimi i detyruar për skuadrën e trajnerit Sherifi Drizaj. Largohet me zdhimbjesh Kamberaj. Ka i refushë lojës pra Mirani, minuta 42. Zëvendësimi i parë tek Oriku. Ndërkohë që jemi në goditjen e 4 nga këndi për skuadrën vendëse. 4-1 goditje e këndit. Arkimi në zonë, goditja me kokë dhe vetëm ishe pikërisht Disha ka mbetur i dëmtuar tashmë numri 7 i Butritit, kapiteni i skuadrës Kolonia. Edhe një herë tjetër goditje e këndit për Orikun. E pesta 5-1 goditje e këndit. Arkimi nga këndi. Topi lartë në zonë drejtë në duart e ndrecës. E pengon kapiteni Gjinaj për të dalë përpara, u përpoq të ndërtonte me një herë kundër sulmin në ndreca dhe faull ndaj portierit të Butritit. Ibrahim. Kolonia. Kombinimi me Rodriguez, merr topin ka Lizë dorë ndër kapiteni i Butritit. Kolonia në këtë top pas shpinës së mbrojtjes së Oriku që kontrollohet nga Bunkoev. 2 minutat e fundit të pjesës parë mbetet gjithnjë në fuqi goli i Bunkoev nga pika e bardhë e 11 metrëshit në minutën e 9, që mban në avantazh Orikun. Në këtë 45 minutash të parë, Oriku në vendin e parë në grupin B me 46 pikë dhe Butriti në vendin e dytë me 44 pikë. Tjetër ndalesë e lojës nga Eldorian Hamiti. Këshillohet Pius. Ka faull, goditje dënimi për Orikun. Disha. Topi gjatë për Miranin. Pastaj në kombinim me Dalanaj. Mirani. Gabon në pasimin e tij. Ka mbetur i dëmtuar Dalanaj. Kolonia në dy luftim me Buxhelan. E kthen tek numri 8 Silva Olivera. Munde Kango. Rivaljancore. Prekja fundit e Kalizedor. Por Habitaj ka thënë faull, pra goditje dënimi, ka përshkaktuar faull Kalizedor. Kërkon respektimin e pozicionit e metrave nga loja Hamitaj. Jemi dhe në pritje të akordimit të minutave shtesë në këtë fund të pjesës parë nga gjyqtari i 4 Gerard Çokaj. Gjata. Gabon Kolonia vetëm rivënje fundore. Akordimi minutave shtesë, 4 minuta shtesë pra në këtë fund pjesë e parë. 4 minuta. Dalanaj. Mirani.
Pasaj kalizë dorë Dalanaj. Loja ka gjithë kraun e djadh bosh me gjithë hyn nga qendra. Kërkohet edhe një herë tjetër Mirani, por zgjatur Ndreca. Ndreca. E lua shkurtas për gjatun. Përse i gjata. Ka bona pasimi e tij Loja. Dalanaj. Ibrahim. Munde e Kango. Pius. Pasaj Basha. Gjata. Edhe një tjetër Pius. Silva Oliveira. Munde e Kango. Bunkoev i qet një siguri maksimale për Orikun. Ndërkohë Gjila dhe portieri Bunkoev, por dhe lojtarët e mbrojtjes, pikërisht Buxhelaj e numri 24 Gjinaj, që tensionohet pikërisht nga numri 9 i Butrintit. Rivaliancore për Butrintin Avdulaj që ndis me shpejtësi. Pasaj Gjila. Avdulaj. Në krahun e djathtë Avdulaj. Mërkuri. Gjila. Largon mbrojtja. Të ngul Butrintin në këtë fund pjesë e parë. Pasaj Pius. Gjila. Mja barin topin me forcë, ndërtojnë kundërsulmin me Rodriguez, lojtarët e Orikut. Mirë për gabon në pasim numri 8, vetëm Rivaliancore dhe një top që ka dalë për te i mureve të stadiumit të Orikumit. Jemi në minutën e 2 shtesë, ndërkohë luhet në temperaturat larta, kanë ngërshë nga lojtarët e të dyja palëve, veçanërisht tek Oriku. Dërsa u detyrua trajneri Sherifi Idrisa në minutën e 41 të bënte ndrim të detyruar duke larguar Kamberajn dhe futur në lojë Miranin. Mezani. Gjinaj. Buxhelaj. Bunkoev. Bunkoev në këtë top të gjatë. Pasaj Pius. Ibrahim. E ja merr topin me forcë Loja dhe Munde e Kango dhe ka përplasje midis lojtarëve të dyja skuadrës, ndërkohë që Munde e Kango, Loja kërkohen pranë vetes. Kërkon pranë vetes. Gjyqtari Eldorian Amidi, Munde e Kangon. Këshillohen edhe Loja edhe Munde e Kango. Kar Ibrahim. Më pasaj Basha. Edhe njërë tjetër. Luan topin numri 24 Zholi. Duhet jemi në sekondat e fundit të pjesës parë. Ka shkuar përtej minutës 50. Pritet vetëm vëshëllim Eldorian Amidit, është detyruar që të kaloj përtej 4 minuta me shtesë në atë këshillim për Munde e Kango dhe Lojën, edhe njërë tjetër Munde e Kango. Ndoshta sulmi fundit i Butrintit. Gjila.
Gjila. Munde Kango. Dhe ka ardhur për shëllima fundit e Eldorian Hamidit. Mbyllet pjesa e parë, 1-0 për Orikun me golin e Bunkoev në minutën e 9 me 11 metrësh. Në minutën e 13 Gjila ka humbur 11 metrësh. Për Orikun ka pritur Bunkoev, një pjesë e parë përgjithsisht e kontrolluar nga Oriku, që për momentin është në vendin e parë me 46 pikë në grupin B. Një pushim i shkurtër dhe do të jemi përsëri në transmetim në pjesën e dytë të ndeshjes. Oriku Putriti gjithnjë në kanalin e dytë të radio televizionit shqiptar.